Ata i thanë po njëri tjetrit me premtimin se do të ishin së bashku në ditë të mira e të vështira. Në një dasëm që u mbajt të jetë private me 120 të ftuar, Blero kurorëzoi dashurinë e tij me martesë. Ndihem mashkulli më i lumtur në botë, u shpreh këngëtari te miqtë e tij teksa vallëzonte në krah të bashkëshortes. Thuhet se dashuria nuk njëmosh, e kjo është e vërtet edhe në rastin e Bleros. Ai me bashkëshorten ka 20 vite diferencë, por çifti është shprehur se kjo nuk është as pak problem për lidhjen e tyre. Për ta, vitet janë veç numra dhe ajo që ka rëndësi është ndjenja që kanë për njëri tjetrin. E teksa profilin e Bleros e njohim prej vitesh si këngëtar i afirmuar, njëkohësisht edhe për faktin që 2 martesa nuk i shkruan si duhet, kurreshta më e madhe është për bashkëshorten e tij, e cila nuk është një figurë e njohur mediatike. Eronita është grimiere me profesion dhe ajo ka një nga sallonet e bukurisë më me emër në Kosovë. Por ajo që nuk dihej është fakti se bashkëshortja e Bleros vjen nga një familje shumë e pasur nga Hasi, e njohur për traditën e hekur të punës. Familja e saj zotëron një zinxhir të suksesshëm të bizneseve në Bosnjë, vend ku Eronita ka kaluar një pjesë të madhe të jetës së saj, mes Prishtinës dhe Sarajevës. Njëkohësisht, këtë biznes, familja e saj e ka shtrirë edhe në disa vende të Europës, ku jo vetëm ka një punë të garantuar prej vitesh, por vijojnë të hapin dyqane të tjera për shkak të kërkesave të larta. Me sa duket, Blero ka ditur të zgjedhë jo vetëm një bashkëshorte të bukur, por edhe pas një lloj kokçarje nga ana ekonomike. I urojmë çiftit jetë të lumtur dhe çdo të mirë në familjen e re që kanë krijuar.